po shikojmë e po përjetojmë një padrejtësi. Ata që kanë përgatitur këtë udhën e kryqit kanë menduar të meditojmë kryqi që kanë mbajtur martirët. E duke dëgjuar dëshminë e tyre kemi parë, kemi kuptuar se martirët shqiptarë në kohën e tyre kanë pësuar një padrejtësi. Kjo është arsye për të cilën sot e quajmë të lumtur, dëshmitar të Krishtit. Padrejtësi duhet ta denunciojmë sigurisht. Nuk do të dorëzohemi, por do ta luftojmë me armët e dashurisë, me armët e dialogut. Nuk do të dorëzohemi në dhunë. Atëherë martirët që kemi përjetuar në këtë udhën e kryqit, dëshminë e tyre na ndihmojnë të jemi gjithmonë në çdo rast dëshmitar të paqes, pa u dorëzuar, ashtu se Jezu Krishti na ka fituar pikrisht duke pranuar kryqin. Ne si kishë ju jemi pranë, ju jemi afer që së bashku si komunitet e jo vetëm mund të përfitojmë e mund të përmballojmë këtë situatë. Përfitoj për rastit t'ju mbaj një thirrje të gjitha institucioneve që deri më sot t'u pa protestat e këtyre njerëzve, t'u dalë në mënyrë të vazhdueshme dhe konsistente, në mënyrë besoj edhe shumë paqësore, sepse dëmet që kanë krejtësisht të vogla, vërtet kanë qenë shumë paqësor. E gëzohem që keni tregu identitetin tuaj të krishterë. Vëllezër e motra, unë besoj e shpresoj që institucionet, sado që të kenë nejtë të myllun deri më sot pa dhënë një përgjigje, pa kuptuar se ju nuk jeni këta gurë që prej këtyre gurëve që rrokullisin prej malit dhe shkojnë në breg të detit. Nuk jeni si ajo rana që e merr era edhe përplas përsëri edhe çon nëpër mal. Jeni njerëz që keni dignitet. 300 vjet në këtë vend dhe të mësoni që sot pas keni qenë në tokë të huaj, kjo nuk pranohet. Këtë nuk e beson askush. Këtë nuk mund ta besojmë asnjëherë. Prandaj Zoti na ndihmoft për me fitu të drejtën tonë.